Do të ndalemi tek zhvillimet në Kosovë, tashmë edhe vota e diasporës është numëruar, çfarë pritet ndodh me qeverinë e re. Për këtë, por jo vetëm, do të bashkëbisedoj me zotin Fatmir Shaholli. Zoti Shaholli, përshëndes, faleminderit. Përshëndetje Elir, faleminderit për ftesën. Ke qenë gjithmonë skeptik për sa i përket krijimit të qeverisë nga ana e kryeministrit aktual Kurti. Tashmë që ka përfunduar edhe numërimi i votave të diasporës, i qëndron opinionit të kahershëm? Po, kemi pasur drejt në këtë qëndrim, pasi që opozita kosovare doli fituese në këto zgjedhje. Kurse i pari në zgjedhje doli zoti Kurti. Tash, ashtu si që kemi paralajmëruar juve edhe më heret, por edhe kur kemi analizuar, është në zotin Kurti që gjej bashkëpunëtor në partitë e tjera, apo në koalicione të mundshme që ta formojë qeverinë, dhe të shohim se si do të përfundoj e gjithë kjo çështje, ajo që është botërisht e ditur nga 100 deputet shqiptar, 52 deputet janë të partive opozitare, ndërsa 48 deputet i ka zoti Kurti. Kështu ka dashur popullin Kosovë shqiptar të vendos, dhe unë besoj që ka vendos shumë mirë që të shifet një herë për gjithmonë se ku gjindemi me parimet të cilat për 4 vite i dëgjuam dhe si do të veprojmë të ardhmen. Unë jam skeptik përsëri që zoti Kurti do të mund ta bëjë shumicën parlamentare. Ndërkohë, ai nga ana tjetër, çdo ditë edhe më shumë është i sigurt se do ta bëjë diçka të tillë. Ana tjetër, këta 52 deputet janë deputet që i përkasin pro-amerikanizmit kosovar, pra kjo opozit është pro-amerikane. Neve në nevojitet pikrisht në këtë rast kur jemi tash në krijimin e rendit të ri botëror dhe gjithë po e vrejmë dhe po e ndjejmë se ka po shkon ky qëndrim amerikan, që këto parti shtetbërëse çlirimtare, siç është Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, të cilat na e sollën pavarësinë dhe lirinë dhe çlirimin e Kosovës, të bëhen bashkë dhe të rrugtojmë e haprojmë përsëri atje ku kishim vendin në kohën e Ibrahim Rugovës dhe Hashim Thachit, pra me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse nuk ka rrugdalje tjetër. Kjo është e vetmja rrugë që neve na shpëton si shtet, si kombë dhe në përgjithësi si Ballkan perëndimor. Në qartë, zoti Shaholli, të kërkoj ndjes vetëm për pak minuta, duhet të shkojmë me pamjet e drejtë për drejta. Kryeministri Edi Rama dhe Ministri e Shëndetësisë e Mbrojtjes Sociale Albana Koçiu gjenden në Spitalin Memorial në Fier për autonominë menaxheriale. Do të ndjekim vetëm disa momente, do të rikthehemi në bisedë. Zgjatem duke përsëritur Albanën, duhet të them që autonomia menaxheriale tani do të testohet në 5 spitale të tjera dhe në ndërkohë që memoriali do të fillojë me autonominë financiare, 5 të tjerat pas një viti do të marrin autonominë financiare. Dhe ndërkohë ne do të vazhdojmë punën për të rritur shkallën e ndërveprimit edhe për të krijuar një gamë më të gjerë bashkëpunimesh me miq dhe me aleat ndërkombëtar. Ky bashkëpunim këtu është shumë kuptim plot për vlerat e kësaj përzierje eksperjencash edhe energjish, dhe siç kemi nisur me Spitalin Onkologjik në Tiranë, bashkëpunimin me Spitalin Shiba të Izraelit, jemi duke përgatitur një tjetër bashkëpunim shumë të rëndësishëm për cilin nuk duhet flas në detaje sepse jemi akoma në procesin e formësimit të linjave të bashkëpunimit, edhe përpara se sa të jemi 100% sigurt që do ta kemi atë bashkëpunim, më mirë që të jemi të matur në prononcim se na e futi këtë kulturë tuneli Murrizit. Kështu që besoj shumë se po qese edhe i bashkëpunim do të realizohet, atëherë do të kalojmë vërtet në një nivel tjetër dhe i kemi të gjitha mundësitë që në
vitet e ardhshme të kësaj dekade, me mbështetjen e miqve tanë, me mbështetjen e ekspertëve dhe aleat, ne të ndërtojmë një sistem shërbimi shëndetësor i cili të jetë në gjendje të përballojë shumë më tepër kërkesë për cilësi dhe jo vetëm për stasi, dhe memoriali ka dëshmuar edhe në gamën e gjerë të shërbimeve dhe të ndërhyrjeve që ofron, se kjo është e mundur, dhe ashtu si kundër Republika e Turqisë ja doli, që të garantoj shërbim të plot 360 gradë për qytetarët e vetë në ratë parë, dhe pastaj të bëhet edhe një destinacion për të tjerët, unë besoj se ne mund të ta dalim që të garantojmë një gamë në mos 360 gradë, po shumë pranë 360 gradë për qytetarët tanë, dhe të bëhemi një destinacion për shërbim shëndetësor në rajonin tonë këtu në Ballkan. Shumë faleminderit edhe një herë. Mirë, kemi ndjekur disa momente nga fjala e kryeministrit, i cili nga fieri ka folur për autonominë menaxheriale të spitaleve. Do të rikthehem bisedë me zotin Shaholli. Zoti Shaholli, ndjes na u desh që ta ndjekim kryeministrin për disa momente, duke qenë se mesazhi i tij ishte i rëndësishëm për sa i përket menaxhimit, autonomisë spitaleve në tërësi. Tani, nëse do të sillja në kohë edhe një herë deklaratën e zotit Krasniqi, i cili disa javë më parë tha, për mua nuk ka rëndësi emri, ka rëndësi që kryeministri i vendit tim ditën e parë të punës të ketë mundësi të bëjë një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në gjykimin tënd, kryeministri Kurti shkon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo nuk shkon? Çdo kush nga 3 liderët e tjerë shkon në Shtëpinë e Bardhë, Kurti ka embargo dhe ai nuk mund ta vizitoj Shtëpinë e Bardhë. Çfarë të bën mendosh kështu? Ka sanksione për Kosovën, por jo për kryeministrin Kurti, me aq sa din të paktën. Edhe nga administrata Biden, nëse ju kujtohet, na kanë kursye amerikanët, nuk kanë dashur që ta fusin listë zezë zotin Kurti, por embargon e pashkruar. Ja kanë vendosur qysh në administratën Biden, kur ky e quajti naiv sekretarin e shtetit Blinken. Dhe kjo ka vazhduar tash me embargo, por duke ditur se çfarë kapacitetesh dhe fuqie ka administrata Trump, edhe duke ditur të kaluarën e zotit Kurti me administratën Trump, frigohem që mund të kemi një kryeministër për herë të parë në historinë e kombit shqiptar që të futet në listë zezë amerikane, duke e përshkruar si pengues të zhvillimit demokratik. Çfarë do të prodhonte kjo për Kosovën nëse do të ishte kështu? Kryeministër në detyrë, po thoni apo jo? Jo, zoti Kurti nuk është më kryeministër, ai është vetëm deputet i Parlamentit të Republikës Me shumë gjasa do të jetë sërish. Jo, zoti Kurti nuk mund të jetë më kryeministër i Republikës Kosovës. Qartë. Dakor, a mund të flasim për atë që ndodhi në Beograd, zoti Shaholli? U prit një ndryshim, le të themi, një ndryshim historik nga ana e protestuesve për sa i përket qeverisë, presidentit Aleksandar Vučić, po në fakt nuk ndodhi as pak kështu. U du gati sigurisht e gjithçka improvizuar e kalkuluar nga ana e presidentit serb, i cili pas kësaj proteste sigurisht që bëri një mea culpa, gjithashtu edhe tha do të cilemi më mirë, ndoshta do shkojmë të mundshme edhe zgjedhjet e parakohshme që të gjithë dim fitohen sa herë që mbahen nga ana e Aleksandar Vučić me pikpyetje të mëdha, jo vetëm nga ata që monitorojnë zgjedhjet, por edhe nga ndërkombëtarët jashtë kufijve të Serbisë. Tani në gjykimin tënd, nëse do të bëjmë një analizë, çfarë ka ndryshuar? Ka ndryshuar diçka mbas asaj proteste masive apo jemi sërish aty ku kemi qenë në Beograd, edhe në Serbi në tërësi? Keni të drejtë, Ilir, edhe ne kur kemi bashkëbiseduar për këto çështje, sepse këto tani 3-4 muaj po bëhen që këto
dhe kemi menduar dhe informacionet tona kanë qenë që do të bëhet pikërisht të shtunën një çështje që nuk ka ndodhur në historinë e Serbisë dhe do të ketë rënim të pushtetit të Vučićit. Kështu pritej. Askush nuk e ka askush nuk e ka menduar dhe nuk e ka pritur që vetëm 2 ditë më herët në kabinetin e zotit Vučić të arri djali i presidentit amerikan Donald Trump Jr. Po. Dhe si duket ky përqafim i djalit të presidentit Trump me Vučićin dhe një intervistë e bërë me te e ka bërë rrëmuj totalisht edhe në konceptin e politikës diplomatike edhe të asaj se kujt i përket kjo politike Vučićit dhe si duket ka ditë shumë mirë Vučić që ta menaxhoj këtë protestë dhe si mjeshtër i manipulimeve që është, ka arritur ta zvogloj atë fuqinë që e kishte marrë këto protestat studentore, profesorëve, aktorëve edhe inteligjencës Serbisë. Ajo që ne kemi informacionin nga zyra e institutit tonë në Beograd, flet se në protesta kanë qenë 275.000 Serb dhe se këto nuk do të ndalen, por si mas gjitha gjasav, tash e tutje është krejt në dorën e presidentit Vučić, ai mund që ta formoj një qeveri të re, por edhe mund ta dërgoj shtetin në zgjedhje të reja. Pra është dhënë oksigjen zotit Vučić dhe kjo e bën ata tash që me këtë fitim të këtij oksigjeni politik të arrit manovroj dhe të gjej një rrugdalje për shpëtimin e lëkurës së tij, por nga ana tjetër shifet që e ka një përkrahje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse do të ishte domethënë pamundur këtë mos ta analizojmë kështu kur djali i presidentit amerikan vetëm 2 ditë para se ndodhte kjo protestë masive të ishte në kabinetin e tij dhe me aq ledhatim, me aq përkledhje të fliste me te për çështje të ngjyrave ekonomike, për çështje shumë të ndryshme, të cilat pak na lanë të them të drejtën edhe mua të habitun, për shembull me një çështje që ka të bëjë edhe me Kosovën, por sidoqoftë ai është djali i presidentit amerikan dhe ne do të punojmë me diplomaci të fuqishme që ta kthejmë Kosovën atje ku ka qenë në kohën e Thaqit dhe kohën e Rugovës dhe mos të lejojmë që këto lobime të Serbisë të cilat i ka të jashtëzakonshme në Amerikë të na mundin neve Kosovën e cila është demokratike, paqësore dhe e ka fituar lirinë pikërisht në këtë formë duke ditur Amerika se çka bënte Serbia në Kosovë dhe tash të kthehemi ne të bëhemi, si të themi, Serbia të bëhet viktime, ne të bëhemi agresor është e çuditshme. Duhet të punojmë shumë. Fatkeqësi e madhe është që kjo diplomaci është në shkuarje e kësaj qeverie nuk ka bërë asgjë, kurse Serbia i ka 2 kompani të lobimit me $100 milion në Amerikë dhe ka arritur po shihet rezultatet. Duhet kemi kujdes të jashtëzakonshëm që mos të fusim shtetin në probleme të tjera, andaj thash që duhet pritur që të kemi një qeveri pro-amerikane. Po, zoti Çolli, jam dakord me ju, takimi është shfrytzuar në maksimum disa ditë përpara kësaj proteste të madhe nga ana e presidentit Aleksandar Vučić për të ngritur propagandën e tij. Po, duhet kemi parasysh që Donald Trump Jr. nuk është se ka një pozicion në administratën e Tjatit, në të ashtu quajturën administrata Trump. Dhe prandaj natyrshëm më vjen të pyes, a ka pasur ndikim ai në menaxhimin e protestave apo ka bëj vetëm me impaktin, le themi me perceptimin që qytetarët kanë përballë një takimi të tillë. Pra Amerika është këtu duke mbështetur Aleksandar Vučić dhe për te kësaj në momentin që flasim, në këtë pikë ku janë protestat dhe le themi rebelizmi pa pëlqyeshmëria e qytetarëve ndaj Aleksandar Vučić, a ka arritur ky i fundit që ti menaxhoj protestat, pra ti ka analizoj ato ashtu që ka bërë edhe në të shkuarën? Sa i përket pjesës parë pyetjes, dëgjoni, pavarësisht kush do të ishte
në vizit nga familja Trump në Beograd 2 ditë para protestave, kjo nënkupton, domethënë kush e lexon ndryshe është gabim, nënkupton përkrahje për pushtetin aktual të Vučićit. Arsyeja pse është kjo kështu, është sepse Vučić qysh më herët ka vendosur që një pjesë të jashtëzakonshme ku ka qenë bombarduar në kohën në vitin 99 një ndërtesë e shtabit përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë, ka arritur marrëveshje me dhëndërin e zotit Trump, zotin Kushner, dhe për këtë çështje është biseduar edhe me Trump Junior, por ajo që la për shtypje ishte intervista dhe aty u biseduan edhe çështje shumë politike, nuk pat vetëm çështje ekonomike. Prandaj Vučić e shfrytëzoi në mënyrë enorme dhe kjo la për shtypje definitivisht në qarqet politike të Serbisë. Nga ana tjetër, kjo që pjesa e dytë e pyetjes është që ky diti shumë bukur, Vučić e menaxhoi situatën jashtëzakonisht mirë, sipas gjitha gjasa, ka pas komunikim me profesor të rektorëve, me profesor të universiteteve të ndryshme në Beograd, dhe me disa studentë që kanë qenë udhëhes të kësaj, dhe si duket ka arritur ta minimizoj mundësinë e eskalimit situatër, dhe do t'jemi ne dëshmitar, nëse e formon qeverinë e re, ky do të fut në qeveri të re pikërisht nga njerëzit të cilët ishin në protesta në një qeveri kaluese deri në zgjedhjet e ardhshme. Pra ky është një mjeshtri e tina politike që din ta bëj në këtë aspekt. Zoti Zholli, falenderoj shumë. Përshëndes nga Tirana. Faleminderit, i lirë dhe për juve shumë. Faleminderit. Kemi mbritur në fund. Për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, mund shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Mos u largoni, vetëm pas pak do të jeni në shoqërinë e koleges Ujeza Doshlani. Bashkë përshëndetemi këtu. Faleminderit shumë për vëmendjen.